Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin The Day Family. Tu jemi me Julin, është edhe Deoni, komplet familja do me thënë. Tani ne do të shkojmë, jemi bërgati dhe po dalim, sigurisht duket, jemi në makinë. Dhe tani do të shkojmë në Vlorë, në qendrën e Vlorës, diku aty nuk e dim ku është saktësisht. Por sonte do ndizet zjarri, sepse është dita e verës dhe më qëra fjallaksuar ditën e verës të gjithëve. Dhe do vemi dhe të shikojmë, do filmoj sigurisht dhe do ju atregoj dhe juve. Më tregoj pak më shumë për këtë zjarri? Po si ndizet ditën e verës, si ndizet zjarri kërcejnë. Po, hidhen mbi zjarri që bëhet zakonisht. Okej, do ta shohim së bashku dhe atje shihemi tung. Do doja ta bënim trit Vlorën, i ndezim qitë telefona, blica, çakmaja, çak
Mirë mëngjesi, dhe tani jemi në ditën tjetër, mbrëm nuk munda të filmoj më përveç atyre që pa deri më tani, dhe si që thash edhe në fillim të videos, që do kishte zjarr, por në fakt ne nuk pa, ndoshta edhe ka patur aty jo njerë, por në ndonjë vend tjetër. Megjithatë, ne u kënaqëm shumë, ishte një natë super dhe sidomos kur ishin edhe këngëtarët që i pat, dhe ne në fakt nuk e dinim fare që kishte koncert, menduam që do ishte vetëm kjo puna e zjarrit, që ndizet dhe ka përcehet. Megjithatë, ndoshta edhe kanë bërë, por aty ku ishim ne, nuk ishte. Okej, tu po e mbyll këtë video, mos harroni të na bëni like, subscribe dhe komentin tuaj këtu poshtë. Dhe shihemi në videon e radhës.